Spaku, tashmë nëpërmjet reprave të vet, po justifikon pikërisht atë që është e rrezikshme në Shqipëri. Që ato dosje që ligji ja ka dhënë për t'i ruajtur me forcën më të madhe, ka filluar po i hedh në treg për t'u mbrojtur. Kjo është më e tmerrshme që mund t'i ndodhë në shteti. Nga kush do mbrohet Spaku, mo? Teza sa po uaz këtu tani, unë atë po godas. Dhe jo vetëm kjo, por nëse ti vjesh në pjesën e gjitha mediat më të mëdha në fund për vendime arbitrare, do ekspozosh në publik provat që japin të drejtë. Ka pra tani edhe një herë. Pra nëse ne kemi diskutuar që Erion Veliaj nuk ka bërë presion nga burgu, na u botua për me Spaku pra individ. Atëherë më pyete për dosjen që është akeruar zotëri. Po, të thash një gjë që ishte që është nga brenda? Po. A të thash një gjë që një prokuror i cili kohët e fundit po anatemohet shumë në media ka hapur këto gjëra? Dhe kjo është që një person brenda Spakut po shfrytëzon pikërisht atë hapësirë që ka dhënë ligji për të prodhuar dosje dhe po i hedh në treg politik zotëri. Dhe kjo është e tmerrshme. Ore pse nuk janë zero kështu për të Kjo është e tmerrshme zotëri. Pse janë zero kështu për Irmeta? Pse janë zero për Irmeta? Ka sot Shqipëria. Pse kur i ke parë atyre? Ja argëtuar me të atë. Kemi një dosje që po diskutohet çdo ditë po diskutohet. Dosja 187. Dini çfarë është? Dosja 187 nuk kam thënë për të parë, po e them gjithmonë. Dosja 187 është përdorimi politik i prokurorisë. Prokuroria urdhërua që të bënte regjistrim vetëm të stafit elektoral të Partisë Socialiste në Dibër. Vim tani sot. Vim sot. Në të njëjtat kushte ka qenë një vit të tërë Sali Berisha me paraburgim. Atje. Në të njëjtat kushte ka qenë Ilir Meta. Në të njëjtat kushte ka qenë Erion Veliaj. Më thoni, a ka nxjerrë prokurori ndonjë urdhër për të regjistruar Ilir Metën, i cili ti dal medias? A e dini më çka thënë Ilir Meta? Po Ilir Meta ditë zyrtarisht më dhe kërcënonte. Ai ditë do të frymë mes si thoshte po kështu. E dini ju çfarë ka thënë Sali Berisha? Është mbronte Ilir Meta të ditë. Lutem se po vazhdoj dhe jam shumë serioz në këtë rast po them. E dini ju çka thon Sali Berisha? Jo, pse? Se nuk është regjistruar zotëri.